Se i tifoz me Tiranin, po zemrën e keni Shkodër. Dhe më thonë, i dhënë Shkodrës. Kam një kusht. I dhënë Shkodrës, po. Do pranosh kushtin? Se di çfarë i dash. A do pranosh kushtin se ju jeni fisht, është pak e vështirë me të vënë ty në vështirësi. Ne jena fis tregtar, zotni. Ne du me boj dhuratë në studio, po dhurata ka kusht. Nuk merret më mrap që s'bëhet fjalë. Po çfarë dhurate tash, unë jam tifoz i flakt i Vllaznis. Tani, neshet më të bukura në Shkodër janë kur vjen lut Tirana. Patjetër. Ashtu po. Patjetër. Do marr sallën Tiranës të gjatë. Jo. As bëhet fjalë, se pranoj. Nuk jo, se pranoj. E kuptoni ju? Se pranoj. A e kuptoni ju pse ka humb kryeqytetin Shkodra? Nuk e pranoj. Okej. Dhuratën se pranoj. Se pranoj. Ja, se pranoj. Po ta lem tavolin? Ja, varen qaf. Jo, në qaf kam shallën e Vllaznis, jo ke. As bëhet fjalë blu. Ti dhënë Shkodrit, je zëdni, sepse kur ka tilla raste. Ore, ju po si amore i gjonë, se është tjep një gjojë, more. Qartë të? Shiko, du me thani diçka, se ka raste për shembull që kur del në Londër, që s'na den Shkodrin, po ti e den Shkodrin, e ke deklaru. Po ti se do këtë Tiranës? E do Shkodrin. Ti po më thumu se do Tiranë? Po, unë do ta them këtë gjë. Ke halë se të sulmën tifozën e Vllaznis, jo, do bënë gjithë me ty. Është një eme, Tiranin e kena rivalin kryesor. Atëherë më thuj sa pjesë tavolinës ka mund këtu? Aty te telefoni te mikrofoni dhe anajna. Aty vëne të respektoj. Sa po na ka kursyer 1000 lekë të reja, zoti Fishta, ne nuk e pranoj dhuratën i pranoj mreti, prandaj kanë humb Teutën, kanë humb Dodonën, kanë humb Evën, kanë humb kryeqytetin. Dhe kalaja është e pabanume e Shkodrës, 2500 vjet kala.